Pas vdekjes së pejgamberit alayhis salam, domethënë udhëheqjen e mori Abu Bekri, shoku i tij më i afërt. Vajza e tij Aisha radhiyallahu anha, gruaja e pejgamberit sa, thotë kur e mori baba im, tash përmendon është me të vërtetë nder i madh që ti je i pari që trashëgon atë që e la pejgamberi sa, njëri më i mirë i krijuar mbi fytyrë tokës, po lën një trashëgimi, po lën një histori të suksesit, dhe tash ti po e vazhdon me tutje. S'paku kemi hyrë në histori si njëri i parë pas ti është, me vetë privilegj i madh. Mirë, po çfarë tha Aisha për Abu Bekrin? Tha, ato ditë, domethënë, po ti vendoshin kodrat mbi shtëpinë babës tim, do të ishte më e lehtë për të se kjo përgjegjësi që mori me shokët. Mirë, andaj është përgjegjësi e madhe, thash pikërisht, edhe pe ku e ndin besimtari peshën e kësaj përgjegjësie. Edhe për shkak të njerëzve, sa është me të vërtetë është reflektimi i karakterit të njeriu. Është një me të vërtetë një manifestim i kulturës, edukatës së tij, kur dikush të beson diçka, ta marrësh, si themi ne, pak me seklet nga se dikush ta ka besuar diçka. Mirë, po mbi gjitha sikur të thash, çka i themi Zotit xhallahu xhelalu. Kjo është e madhe shumë.